Përshëndetje të gjithëve. Sot po flasim për diçka që shumë kujt i ndodh. Fletet orë gjumë, por zgjohesh sikur ke fjetur vetëm 3 orë. Ndiheni të lodhur, pa energji, me tru të mjegull dhe dëshirë të vazhdoni të flini. Në shortsat e mia kam arritur gati 1 milion shikime duke folur për këtë, sepse është problem i zakonshëm. Por sot do ta shpjegojmë më thellë. Jo sasia e gjumit është problemi, por cilësia. Ka 3 gabime super të shpeshta që i bëjmë pothuajse të gjithë, dhe që e prishin gjumin edhe pse duket se fle mjaftueshëm. Le t'i shohim një nga një, me shpjegime shkencore dhe si t'i rregullojmë. Gabimi i parë, orari i papërputhshëm i gjumit. Gabimi numër 1. Nuk ke orar fiks për gjumë dhe zgjim. Edhe pse fletet orë, nëse një ditë shkon në shtrat në orën 11, ditën tjetër në 2 të natës, trupi yt nuk di çfarë të presë. Kjo quhet ritëm cirkadian, ora e brendshme biologjike që rregullon hormonet si melatonina dhe kortizoli. Kur e prish këtë ritëm, trupi nuk arrin të hyjë në fazat e thella të gjumit dhe REM, që janë ato që të ringarkojnë vërtet. Rezultati: zgjohesh i lodhur edhe pas 8 orësh. Shembull real. Shumë njerëz punojnë nga shtëpia ose studiojnë natën vonë fundjavave. Kompensoj duke fjetur deri vonë. Por kjo e bën të hënën të ndihesh si zombi. Shkencërisht, studimet tregojnë se edhe një orë ndryshim në orarin e gjumit mund të ulë cilësinë e gjumit me 20-30 e. Zgjidhja. Vendos orar fiks, shko në shtrat dhe zgjohu në të njëjtën orë çdo ditë, edhe fundjavave. Në fillim duket e vështirë, por pas 1-2 javësh do të zgjohesh natyrshëm i freskët. Përdor alarmin vetëm si siguri, jo si armik. Gabimi i dytë. Përdorimi i ekranit dhe dritës artificiale para gjumit. Gabimi numër 2. Shikon telefonin, laptopin ose TV-n deri vonë. Drita blu nga ekranet bllokon prodhimin e melatoninës, hormonit të gjumit, deri në 50 sipas studimeve. Edhe pse fletet orë, gjumi yt është më i lehtë, me më pak faza të thella. Trupi mendon se është ende ditë, kështu që nuk relaksohet plotësisht. Për më tepër, scrolli në TikTok ose Instagram rrit stresin dhe ankthin, duke të mbajtur trurin aktiv. Shembull, shumë thonë vetëm 10 minuta para gjumit, por ato 10 minuta bëhen 1 orë, dhe pastaj nuk flet dot menjëherë. Rezultati: gjumi fragmentuar, zgjime të shpeshta pa e kuptuar. Zgjidhja e thjeshtë: hiq ekranet të paktën 1 orë para gjumit. Vendos night mode ose filtra blu në telefon, por më mirë lexo libër fizik, dëgjo podcast pa ekran ose bëj meditim. Dhoma duhet të jetë e errët plotësisht. Përdor perde blackcoat ose mask për sy. Kjo rrit melatoninën natyrshëm dhe të bën të flesh më thellë. Gabimi i tretë. Konsumimi i kafeinës, alkoolit ose ushqimeve të rënda vonë. Gabimi i tretë. Pi kafe ose pi energjike pasdite vonë, ose pi alkool para gjumit. Kafeina ka gjysmë jetë 5-6 orë. Nëse pi në orën 4 pasdite, gjysma e saj është ende në trup në mesnatë, duke të mbajtur zgjuar ose duke prishur gjumin e thellë. Alkooli të bën të flesh shpejt, por pas 3-4 orësh të zgjon, fragmenton gjumin dhe ul remin. Ushqimet e rënda ose sheqernat vonë rrisin sheqerin në gjak dhe bëjnë trupin të punojë gjatë natës. Shembull, shumë pin birë ose verë për të relaksuar, por më pas zgjohen në orën 3-4 të mëngjesit të thatë dhe të lodhur. Zgjidhja: kufizo kafeinën pas orës 2-3 pasdite. Nëse pi alkool, bëje herët dhe jo çdo ditë. Darka le 3 orë para gjumit, sallat, proteina, jo karbohidrate të rënda. Pini ujë mjaftueshëm gjatë ditës, sepse dehidratimi gjithashtu të lodh. Këto janë 3 gabimet më të mëdha që të lodhin edhe pas 8 orësh. Orari i çrregullt, ekranet para gjumit dhe kafeina alkooli vonë. Nëse i rregullon këto, do të shohësh ndryshim të madh brenda 1-2 javësh, më shumë energji, humor më i mirë, fokus më i lartë. Nëse vazhdon të ndihesh i lodhur pas këtyre ndryshimeve, kontrollo me mjek. Mund të ketë gjëra si apnea e gjumit ose mungesë vitaminash. Më thuaj në komente cili gabim e bën më shumë ty. Like, subscribe dhe ndaj me dik që fletet orë, por është gjithmonë i lodhur. Faleminderit që më shikove. Shihemi në videon tjetër.